Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sot me disa dobi të rëndësishme që dalin nga rrëfimi që e kemi përmendur javën e kaluar. Rrëfimi që pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ka përmend ka të bëjë me një njeri, por në një rast tjetër dhe me një grua, e cila në aspektin fetar ishte e dobët, madje në aspektin moral. Mirë po kishte një gjendje të keqardhjes dhe priste momentin e duhur për të penduar. Deshti Allah i manduar që ai akti pendimit të saj dhe shpresës së keqardhjes të manifestohet përmes një vepre të mirë, ku ajo i dha një qeni me pi ujë që e kishte lodhur dhe raskapitur etja. Një qen, një shkretin, i cili kishte nxjerr guhën nga etja. Ishte në prak të ngordhjes si pasojë e etjes, dhe këtë qen, kjo grua e ushqeu dhe i dha me pi ujë. Në aspektin e jashtëm, kjo vepër mund të duket e rëndomtë të zakonshme. Mirë po, pejgamberi alayhi sallam ka trajtuar si një temë, si një vepër tepër domethënëse, shumë të rëndësishme, saqë është përmend vepra e saj në hadith e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe është transmetuar pastaj, do të thotë deri në kohën tonë, dhe është transmetuar dhe vazhdon të transmetohet deri në ditën e gjykimit. E kur një rast, një rrëfim gëzon kësaj autoriteti që të përmendet në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam, atëherë padyshim se edhe ne duhet ta trajtojmë me respekt dhe vëmendje. Në takimin e kaluar kemi përmendur disa dobi që dalin nga ky rast dhe kemi thënë se njeriu nuk duhet me nënçmu asnjë vepër. Nga se ndodh që një qenie, një macje e jep ujë e Allahu shpërblen atë nga të këqijet e shumta. Kështu që besimtari mundohet në çdo aspekt, ndaj çdo kujt, në çdo kohë, në çdo rrethon të jetë bamirës. Pavarësisht kohës dhe pavarësisht situatës. Nuk e nënçmon asnjë punë të mirë. Më rëndësi është e brendshmja të ndërrudhëzër, sinceriteti. Kjo është rëndësishëm. Synimi dhe motivi brendshëm që ta bëjmë një punë për hatër të Zotit mëdhenuar. E kur e brendshme është e fuqishme, atër edhe të jashtme e bën të fuqishme edhe e bën të madhe. Kur e brendshme është e dobët, edhe jashtme e dobësohet. Sikur që ka thënë Imam Shafiu rahimullah, sa ka vepra të vogla që i ka rrit njeti mirë, e sa ka vepra të mëdha i ka zvoglu njeti i keq. Ka mundësi njëri ka bo punë të mëdha, po i ka bo për hatër të njerëzve, për lavdata, i ka bo për mirënjohje. Andaj njeti ti brendshëm i ka zvoglu punë të jashtme. Po ka punë tjera që janë të vogla në kuptim të përgjithshëm, në raport me disa punë tjera, sikurse në këtë rast me i dhënë një qeni me pi ujë. Kush e vlerëson si punë të madhe këtë punë? Askush për njerëzve. Megjithatë, qëllimi ka qenë shumë i sinqert. Motivi ka qenë shumë fisnik. Dhe Allahu xhallahu ala ka shpërblyr deri në atë mas, saqë rasti i kësaj gruaje është përmendur në hadithe të Muhamedit alayhi salatu wasallam që të bëhet shembull edhe për neve. Edhe ka përmendur se kjo grua ka gëzuar respektin në këto hadithe për shkak të brendshme saj, ka qenë sinqert dhe ka ndi keqardhje për punën e saj, që e ka bërë deri më herët. Ndërsa nëse njeri nuk ka pendes mbrana, nuk ka keqardhje mbrana, nëse njeriu për shembull në brendin e tij vazhdon me avazën e punëve të këqija, por tenton me mbulu këto me një sadak, me një zeqat, me një shtëpi dikujt, me një ushqim dikujt, pa i vazhdon me haram,
kjo tek Allah nuk vlerësohet. Prandaj kemi bërë dallim mes dy grupeve. Kjo grua dhe ata që i ngjajnë kësaj gruaje dhe të tjerë që vazhdojnë me keq, vazhdojnë me mëkate, vazhdojnë me haram e pastaj për me mbulu haramin tentojnë që një fukara dikun me aboni të mirë edhe atë me 100 fotografi edhe 100 video e kështu më radhë edhe në fund edhe në ponimoj. Allah është ai që pranon punë të mirë, nuk kemi ne ata që gjykojmë. Mi po në bazë asaj që ka përmend Zoti xhallahu ala po flas që ti me të kujdesshëm. Do të vazhdoj tash edhe me disa dobi tjera të ndërmuar që dalin nga ky rast, ky hadith, të kësaj gruaje që i dha një qeni me pi ujë. Për dobive është të ndërmuar se pendimi është keqardhje, po është e vërtet. Mirë po, pendimi për të kompletuar duhet kalon nga keqardhja në punë të mira. Se ka njerëz të cilët për shembull karshi punëve të këqija, mëkateve të caktuara, ndihen keq, po është e vërtet. Mirë po, kjo keqardhje çka prodhon? Kur gjë? Është e dobët, ai keq njihet, Allahu na fal, keq po bojmë. Mirë po pas saj, a ka përmirësim gjendjes, a ka punë mirë jo s'ka, atëre është e pamjaftueshme. Prandaj kjo gruaja, shikoni të ndërmuar, ka bë 2 hapa të dur, për që ata e ka livdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është ndi keq e para, ka ndi nevojë që Allahu më mëshiru, ka ndi nevojë që Allahu më e fal, dhe si pasojë e kësaj ndjenje i ka bë mirë një krijesë të Allahut mënduar dhe ka bë mirë. Aja sumet veç në keqardhë, më po vjen keq, çka më bë, çështë situata dhe me vet, jo. Aja ka vazhdu tutje, cila ka qenë ajo që ka vazhdu tutje, hapi i radhës cili ka qenë, i ka dhonë qenë me pi ujë. Çaja ka qenë mundësia me bë mirë në çdo moment. Aja ka qenë mundësia me bë mirë në atë moment. Prandaj pendesa nuk është vetëm keqardhje, edhe pse keqardhja është baza e pendimit. Ai që nuk njihet keq nuk mund të pendu. Mirë po, zanafilla e pendimit është keqardhja. E kompletimi i pendimit është pastaj të bësh punë të mira. Kështu që Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an shumë raste, edhe në çështjet e krimeve të mëdha që dikush mund t'i bën, Allahu xhallahu përmend se wa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Ata që pendohen, pastaj besojnë dhe bëjnë punë të mira, e të këtillëve Allahu ia pranon pendimin. Po ky është ai që Allahu ia pranon pendimin. Kështu që kjo është ai që duhet të kemi të qartë. Pendimi po është keqardhje, por keqardhja duhet të jetë e fuqishme saqë e lëviz njeriu drejt punëve të mira. Nga dobi tjera që i përmendëm këtu të ndëruar vëllezër është se në këtë hadith është përmend qeni. Në këtë hadith është përmend qeni. Qeni të ndëruar vëllezër çdo qoftë, po nuk është krijesë tonë që njerëzit e vlerësojnë. Madje zakonisht përdoret për me nënçmu dikon, me përbuz dikon. Apo kur do me lëvdu dikon, si thush qen, i thush për shembull trim si luan. Për shembull luani është emërtim për lavdat. Mirë po qeni zakonisht përdoret për nënçmim dhe përbuzje. Po ja që në këtë hadith Allahu te barekuta e ka vlerësu kontributin ndaj qenit. Pse? Për na treguar se udhëzimet e Islamit na mësojnë që të jemi të drejtë e të kujdesshëm me të gjitha krijesat e Allahut xhallahu ala. Çdo krijesë e Allahut gëzon të drejtën në fen tonë. Dhe muslimanët duhet m'ia garantojë të drejtën çdo kujt. Për shembull, nuk lejohet me dëmtu një qen padrejtësisht. Nuk lejohet për shembull me dëmtu një mac padrejtësisht, me denu, ose për shembull me munu, ose me keq trajtu. Nuk lejohet. Dikush më pason njëri, kjo është kafsh, megjithatë krijesa e Allahut është. Dhe Islami garanton të drejtat të gjithëve. Mirë po, këtu është aja që e bën dallimin mes atyre që thonë se duhet mi i garantu të gjitha të drejtat, e pastaj ka një lloj mungese të renditjes së dur në garantimin e drejtave, edhe mes atyre që fare nuk mërziten për këto drejta.
Islami është mesatar. Islami garanton të drejtat të gjithëve, është të vërtet. Mirë po, të drejtat njeriut nuk është të drejtat e kafshëve. Nuk barazohet kafsha me njeriun. Nuk mundesh duke garantu të drejtat e kafshës me dëmtu njerin. Nuk mundesh. Dhe atë na ndodh sa probleme është me këta qenë të ndacak. Sa njerën e kafshojnë, dëmtojnë, e frikson fëmijët, duhet më kujdes për drejtat e kafshëve. Sa hi po shkon drejtat e njerëzve. E drejtat e njerëzve me kon i lirë, me lëviz qetë qytet vetë. Kjo është kjo e drejtë që duhet me garantu. Padyshim se po. Ose për shembull, e sheh njerin del sabah, spriton herët me e shëtit qenin, se gjuna, ani shëtite, po e babën e ke shëtit në herë, e ke quti kun që është plak, e nonën, këtë pun, dhe Islami nuk lënë kësi debalansja, për babë s'ka vakt, për nonë është në zonë, është në pun, ama për qenë ka vakt, po që kjo qaj që Islami e luftan, ju të drejta të selektuara, ju të drejta veç ndaj dikujt, jo kështu apëtën. Ndaj, ruje qenin, ruje macën, qenin shpesmat, me fe qenin se ka venin shpe. Me fe në tonë, qenin e ka venin në barë, nëse ka me ruj diqka. Pëndyshe, qenin se ka venin me jetu me njerës. Ama në shpe ka venin baba, në shpe ka venin nona, po që njerës e ka venin të shpija apëtën. Për këtë arsye të sot shohim fatkeqësisht në botë çrregullime të palogjikshme në këtë aspekt. Ndoshta prindi kush e di sa larg është i vetmuar, s'ka kush ja qel derë ndoshta me muj, ama qeni vërëndësi është me pasë të zetë dhe me pasë mirë. Kjo është çrregullim. Na këtë kulturë nuk mund të pranojmë, për faktin se kjo bie ndesh direkt me udhëzimet e fesë tonë që na ka mësuar Allahu xhallahu ala me respektu njerin. E mbi gjitha prindin, me gjithë kopër për ta, edhe për familje, për gjithë, pastaj edhe për qenë, për bime, ujët e lullin e macën, maje, s'prish punë, ama njëri mas pari, njëri është me rëndësishme. Pastaj mbi këtë, të drejtat e kafshëve, është më rëndësi mu kujdes për to. Mirë po, ku janë të drejtat e Allahut të azogjel? Mi thonë që fale sabajnë, herët e Allah, herët, kur shqonë, sabat është më falë, ama dilë që të qenin po më njerë Allah. E qysh për qenë për i gjumin e për Allah se për i gjumin. A që ka drejtësi, e kush për të manë, kush kujdesit për ty, kush të epë shëndetin e, pasurin e, jetën e, kush të jepë të gjitha. Ndaj këtë debalans, me du këtë që regullim kaos njëtë njerëzve është shqecus që Islami ka me regullu. Po, aje gruja është shpërbly, Allahu e ka pagu për qenin që e ka ushi, mirë po, pas besimit në Allahun, pas pendimit e ka Allahu të bare këtala, mirë po, zbeson në Allahun gjellëvore, nuk është dhe Allah mirë njës, ama i ujit lullet e qërshis, kjo të nërëzër është pa dyshim shumë e zbet, nuk qëndran ato, për faktin se besimin e Allahun e qështja më madhore, fallimin dhe Allah gjellëvore është kryesoria, ti esh Allah mirë njës për begatit e mirësit, mas pari Allahun falëndëraje, mas pari kujdesu për të drejtat e Allahu që i ka të krijesat, obligimet e tua ndaj Zotit, nga sa është i pari, pastaj ndaj prindërve, familjes, me radhë, e kështu pastaj tutje deri te milinguna atje, mos e shkel, s'prish punë, kujdesu për gjithë shka, mirë po gjithë shka të ketë me rënditje, gjithë shka të ketë me rënditje. Dhe Islami ka arë me e regullu këtë qështje, në mirë matë mirë të moshme që gjdo kush me i gëzuhet të drejtat, ashtu sikur që i takon, edhe ashtu sikur që e meriton. Gjithashtu të ndërëzër, në këtë rast, në këtë hadith, kemi edhe një udhëzim më rëndësi, por kemi edhe një gjithashtu sqarim për disa keq kuptime që janë më rëndësi mi pas të qarta. Këtu për shembull nga udhëzimet inkurajuese është dhe frymëzuese është fakti se ai qenë ka qenë shkëtin, ka qenë i etur. Allahu te bareke o taala, i cili kujdeset për robët e tij, krijesat e tij, për krijesat e tij, e ka mundsuar që një grua apo një njeri me i dal puna në shkëtin e me dhon qenë të ujë. Don Allah e furnizon çdo kan. Nuk duhet njëri më utut për furnizimit. Ti puno, angazhohu, mos ki frikë nga varfënia. Nga se disa njerëz
fitojnë angazhona, ama frika nga varfënia nuk ndahet nga mendja tyne. Po bre, po obligimet, si vjetë mirë këna punë, po në mëzë i që ka bojmë, në mëtë, kush ka me konë në mëtë? Ku e din në mëtë, kush ka me konë? Prandaj të ndërvëzër, bara që e bartë njeriu, pa nevoj, nga varfënia, realisht ja ka pëmundësu me shiu edhe pasurin që e gëzën atë. Ka, sa dush ka, ama obligimet, nëse ka murit fëmija, që ka bëne me fëmi? Regu, du të më kujdes, po jeme pas frikë, jeme pas panik, nga se aji Allah që të ka furnizu ty, aji kujdes të për fëmijët e tu. Qysh kujdes Allah për milingonën, kujdeset për zogun, kujdeset Allah gjella për qenë, për macën, kush për ta kujdeset të për? Kur kush? Allahu gjella ola jep furnizimon. E jo më njerit që është kresa e dashtë dhe prizjuar Allah të barë këtara. Dhe njeri ju duhet me qenë i kompletuar në këtë pikë, me punu, po, gjithsesi, me u angazhu, po, dhe pastaj në Allah në më mbështet, jo me pas frikë, jo panik, jo kur do mi dhoni fukares, 100 dur me ju dridh, pja dhomë, po kisha mujt me pagur rribën me to e kështë më radhë, një ma Allah së t'i manzot, një ma, mos i le obligime tonë, është të vërtet, mos le vetën keq, kuptim të gjera domosdoshme, mirë po, ndihma me zemër bujare, ndihma me guxim, ndihma pa u hamend fare, nga sa e që ndihma ndikën, Allah ka minimu atë. Dhe besimtari nuk hamendet fare, jep. Kanë ardhur sa beduin nga shtetinat e pejgamberit, sa me pa qa ky njeri që u dalë, qa po thot kjo, ka një që u dalë i pejgamber, e kanë ardhur me e pa qka bën pejgamberi alayhi salatu wasallam. Pejgamberi nuk ka pa pak që gjendje kanë pak të vështirësume, jo mirë ekonomikisht, ju kanë imu shumë, kap do të debu, kap qka, merrni. Kur në shku tek populli vetë me thonë që kush ishte Muhamedi sa, qa bëjke kë? Nga përshkrime që e kanë bu, kanë thonë ishte njëri që nuk ju trem ke syri për fukarllokut, jep kësa mu i ke. Stremet për fukarllokut të bëj, stutët muslimani për fukarllokut të bëj. Punon angazhohet, ama nuk e trem fukarllokut. Nuk e trem, përshka këse e din se sa t'jep, Allah kom ja kompenzu shumë fish ato. Edhe në të të ndërnozër, kjo nuk duhet me qenë argument, fakti që Allahu Gjellu e ka furnizu qenin, edhe dikush, për shemë me thonë që masi Allahu qenë e ka furnizu, e ka që dikan, edhe mu furnizan, e spunan, rrinë, badihava. E kjo qasë e ka bu më pëtan. Një njëri, në të kaluarën, ka dalë që me adhuru Allah në Gjellewala edhe ku të qëtë udha. Ska pas në qëtë, ku të qëtë udha pëtan. Edhe që ka ndodhë? Shkën me një ven ullët, edhe normal, dikur hargjohet furnizimi, se del për njerëzve. Moment po e she një zëg, po del për një vrime, po vjen po merë do uje diqka aty afer, pra po fluturen po futet në të zgavrën atje, pika ka dalë. Edhe disë herë po e bën këtë veprim, edhe këti po e bën përshtypje kjo që ky zëg po e bën. Edhe shkën të zgavra, edhe e she një zog atje me krah tym, ky zogu që i ka krah mirë po del, po merr ujë e pe ushqen zogun me krah të tym. E thot, a peshe Allahu më ka qenë argument se edhe mu Allah ka më furnizu. Qysh e furnizon këtë zogun me krah të tym. Edhe ndërkohë takohet me një shok këtij, thot qysh ke dalë çto duhet më kujdes pak edhe për aspektin e ushqimet e kushtmane. Ka thonë, kam qenë i bindur se Allahu kujdes për mu. Mirë po tash, jem halama i bindur se Allahu kujdes për mu, ma që e pash rasën e zogut me krah të tym, qysh u kujdes ke për te zogu me krah të qëndosh. E këj tash i dyti, i tha, se pas ke marë mësimin mirë, tha, pse se ko marë mësimin mirë, ka thonë, pse s'po të bosh ai zogu që e ushqen zogun me krah të tym, po bosh zog krah të tym. Pse po bosh zog krah të tym? Ti e dalë që aty, e qenë Allah dikon me një mu. Pse s'po del ti dikon me një mu, që kjo qasë atë në vëzër. Dhe muslimani nuk është dembel, nuk është parazit, nuk pret për dikujt me një mu. Pse Allah është i gjithfuqishëm, Allah është i në animan, edhe rriti pa diavën kë kërshpines, apo? Pse dikush kujdes për ti, s'ban kështu.
E kam thënë disa herë, përkundër fakti që ndoshta familjarët nga diaspora ndihmojnë e kështu me radhë, Allahu ja u pagufte i shpërblej për mundin. Megjithatë ti puno vet. Ti angazho vet. Munohu, përpjeku, mos u bë krah thym. Po bënë krah shëndosh që fluturon me krahët e tua, punon edhe ndihmon tjerëve. Çka qasja. Edhe këtu Allahu xhallahu qenit i ka quajë, është e vërtet. Qenin keq se kalon. Ama pse s'bosh si gruaja që ka jap qenit ujë? Dush më si që gru, që një man e bën mirë edhe kafshve, jo si zogu krah thym atje edhe pret kush për një man. A i bile s'mo ka pas arsye, krati ka pas thym. E kuptën një mund tjetë i smun, mund tjetë mosh, normal, duhet tash për ta më kujdes, sikur që ata në kujdes për neve. Mirë, po duke qenë i ri, i shnosh, i fort, krah thym më vo, duke qenë i fuqishëm, me dal me lyp, pse? Andaj të ndërë vëzër, shumë shpesh edhe njerë që lypën e për rrugë, po, ishte i aftë për punë, mund me punu, ka venet shumë të atë punë që kërkojnë punëtor, s'punan, pse, ma letë më zhagit u dhe minimu, dikush të shkën të shpia bukën e kanë ziru kry puna, nuk është jetë kjo, muslimani kështë nuk në mësën Allah kështë me jetua, muslimani është punëtor, muslimani është zelshëm, muslimani tenton me konë dorë që jep, jo dorë që merë, e sprove tjetë nuk u dijet, nesër kime pas mundësi, nështë ta me konë situatë që duhet me të një mu dikush, pa tjetër, të gjithë ne kemi nevoj për njëtën, të gjithë, mirë, po në esencë, përpjeku me konë dora që jep, përpjeku me konë dora e zëllshme që punan, me konë zogu me kratë fuqishme që një iman, jo zogu krathim. Kjo është më rëndësi. Prandaj, kështu në mëson këj rast që në ka përmend pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe me ka që edhe, po e përfundëm me shkalla ku e zonit, Allahu gjelle wala të ndërum vëllezër në rujt, në uzoft, në primësof gjendjen për të mirë, në bëftë Allahu punëtor të zellshëm, e të vyshëm, me besim në Allahun, duke qenë të përurin Allahu xhallahu ala, pastaj edhe në shërbim të krijesave të Allahut, venit ton mas parit, popullit ton, pastaj njerëzve mbar për atë sa kena mundësi dhe jetë. Allahu na ruajt nga çdo fatkeqësi që na e rëndon jetën, na e rëndon raportin me Allahun xhallahu ala dhe na rrezikon raportet mes vete. Me kaq për këtë pjesë Zoti shpëleft. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira.